Në janar të këtij viti, kopshti privat Gledis, i ndodhur në zonën Nastirit në Tiranë, u vendos në fokus të vëmendjes publike, pasi edukatorja Rudina Gërdani u filmua duke dhunuar 2 fëmijë të vegjël. 44 vjeçari u shpall në kërkim nga policia për rastin që tronditi mbar opinionin publik dhe ngriti njerëzit në protestë. Përduke se rastet e dhunës në kopshtin Gledis nuk kanë të mbaruar. Nëna e një djali të vogël që ndjek të njëjtin kopshti është drejtuar redaksisë son me një denoncim ekskluziv. Në një bisedë telefonike me gazetarët tanë, nëna thos se djali saj ka shkuar në shtëpi nxirr me shenja në vesh, faqe, sy dhe fyt. Kjo si pasojë një sherrri të ndodhur mes të vegjëlve në kopsht, ku nëna pretendon se askush nga personeli i kopshtit nuk ka ndërhyrë për minuta të tëra për të ndaluar atë që po ndodhte. Nëna thos se ka marrë vesh ngjarjen vetëm kur edukatorët e kanë marrë në telefon dhe i kanë thënë se djali është nxjerr. Pasi ka parë pamjet e kamerave të sigurisë ku duket i vogël saj që dhunohet, ajo ka kërkuar që nxënësi dhunues të përjashtohet. Ata e kthejnë çështjen në interes financiar, nuk e përjashtojnë djalin dhunues, se thonë se heqim atë ikin dhe 2 të tjerë. Nuk kanë interes të mbajnë djalin tim dhe të heqin 3 të tjerë, tha nëna e djalit të vogël. Nëna është habitur për neglizhencën që drejtoresha e kopshtit Gledis ka shfaqur për të zgjidhur rastin. Prandaj zgjedh ta bëj publike rastin që institucionet të reagojnë. Kjo ngjarje kthen edhe një herë vëmendjen te siguria e kopshteve dhe çerdheve ku prindërit i lënë fëmijët në mirëbesim dhe më pas i marrin të nxirrë me shenja dhune, herë nga edukatorët e herë nga bashkëmoshatarët.